s'kemi marrë asnjë përgjigje. Deri përveç atë 1.5 milion që ata kur për përgjigje nuk aja nuk mjafton as për shpenzime. Që ato janë për një par kontratër për si përfaqësore dhe më unë për mini deponia ilegale që janë ato, nëj parsh, nëj sen kur gjë. Ato nuk e arrim shnet. As shpenzime tona nuk e arrim me atë kontratë. Kështu që ne nuk tërhiqmi 2.7 milion bërç që na i ka, ato të na i rimbursoj dhe ndalëm në punë më nërë. Sot realisht kemi hinë ditën e 5 greves dhe sot nuk kena pas asnjë komunikim me komunën ose me njerëzit kompetent. Gjithashtu dua të potencoj, që kena potencuar edhe më herët, që greva do të vazhdoj dhe nuk do të ndalëm asnjëherë derisa të arrijna qëllimet tona të cilat janë drejta, bazike. Kur që nuk po lypëm diçka lëmohesh për komunës për pas drejta tona dhe ato që na takojnë. Kërkesat tona realisht është veç janë publike dhe mediatike. Ndoshta e keni po, në ta kemi janë akon për çdo kërkesa, nuk kena gjetë ndonjë përkraje sinqert, po vetëm llafe, po kur kena dalë për takimi, kena dalë pas të marrëveshje. Do thotë greva ju do vazhdoj deri në zyrtari. Po, dhe durimi mundet me hub një ditë. Gjithmonë greva mundet të more dekalizu, po gjithmonë duke i ruajtur, domethënë pronën publike dhe shoqërore të cilë kjo pronë është e gjithëve. Dhe prap dua të shfrytëzoj rastin ta thirrë një lutje për zotrin Përparim Rama, kryetarën e komunës, që të bëjë një zgjidhje për neve punëtorëve të cilët ne tash prej datës 14 që nuk jemi të kry shërbim, shkaku i derivatëve dhe realisht na jemi pa punë. Ndryshe nuk është bankrotimi i kompanisë, kjo është sot jetë pa naftë, nesër jetë pa rrogë, domethënë atë nuk domethënë që më armë janë gjitë drynën, po do të më shpartallu punëtorët. Edhe është problemi më i madh që 40% e punëtorëve nuk kanë kajamoj, nuk i merr kërkush në punë, se ato e kanë lënë jetën e tyre. Sot ditësh jemi E peshta. Dita e pestë e grevës. Kërkesat tona i kanë të qarta dhe ju besoj që i keni të qarta përmes emailave, ato nuk kanë ndryshu, ta nuk janë të marrë vesh edhe çka. Edhe sa keni mendoj të shtohet? Deri në plotësimin e kërkesës të fundit nga ana e komunës, na nuk tërhiqemi. Do thotë do qëndroni? Do të qëndrojmë.